Pesot, domethënë dillave kemi mësu për 8 javë informatikë. Ose teknologjinë informatike. Teknologjia informatike ka disa programe, na kemi mësu 3 deri në 4 programe. Edhe ka më bëjë interesant për juve, se atëherë dini me përdor për shembull kompjuterin shumë mirë. Do të mësoni edhe me përdor edhe internetin në fund, që do të jetë interesant. Mirë po, kemi nisë me program i quajtur Microsoft Word. Microsoft Word, do me thonë, fjala e Microsoftit. Fjala e Microsoftit, këtë programi, bëhet fjallë për fjallën. Qysh me përdor fjallën? Shumë të në rasteve, kur t'i shpjegon diçka, unë e kam u duk të ki muri. Do me thonë, kur të hapjën e programin, si shkoj unë e preki diçka, edhe ju shkoni e preki. Do me thonë, a përshem kë keni start atë poshtë e ekrani juve. Po, shkoni të starti aty, edhe keni me hi e klikoni starti, do me thonë, e turisni atë mausin të anë e majtë. Edhe atje poshtë, a përshem kë është all programs që shkruan. All programs, nuk klikon aty, veç shkon aty, edhe në në djatë paraqitet që kjo ekrani, që të thonë, qka ka kompjuteri jatë? Qfar programe ka kompjuteri jatë? Kur der ajo, te kompjuteri juve, do të der një zgjidhje që shkruan Microsoft Office. Ajo është Microsoft Office. Apo? Do më thonë, hyni që aty, edhe kur t'hini të Office, qëllit edhe në ekranin e djatë, o qenë për juve? Por qëllit e ekranin e djatë, zgjende që shkruan aty Word. Microsoft Word, edhe klikoni që ata. Edhe a ju qëni dokument? Si kërë të kjo ekrani madhë, o qëllë qëtë? Kretë vi qëllë qështu? Në rejë. Edhe do me thonë që tash e kena... Urna? Mirë, nisoj edhe ty të këta, super. Do me thonë që tash e kemi hapur një dokument të ri. Një dokument që se njofë, një dokument që... Këti dokumente që tash kemi bëhë diçka. Kemi bëhë diçka të dojmë na. Por që me dina do me shkryt një letër shoqës vetë. Me tia do me shkryt një letër darjes, për shemë. Shabani një letër qikës tezës. Avnija një letër gjallit tezës halës nësës dajes për kushin. Që e ka kushijet kushin e vetë. Do me thonë, këna me shkryt një farë letre. Por mja njës letrës, a përshem që është e vije e vogël e zezët të të bardha, që bën të hershimet, apo? Do me thonë, ajo është kursori. Ajo është ajo që të ka zonë ku është teksti. Në që se të rusë në i shkrojnë, do me që aty do të del teksti. Ku ajo është kallit në shkrojnë? Që aty është teksti. Ajo të rusë ajen, a katërshin, a peshin, a cëjën, a mëjën, a zhëjën, a qëllë. Që aty do të pasit, po është a vije. Kemi qarë? Për mja njës me shkruj, për mja njës me shkruj, veç, sa është gati, hazër është, edhe të rusë në disa shkronja, shkruaj një shkruj. Shkruaj diçka, shkruaj një fjali, për shembull. Shkruaj sot është ditë e diell, për shembull. Mirë po, para se me shkruaj sot është ditë e diell, te ekrani juve aty poshtë, në anën e djathtë. Poshtë. A dini se është anën e djathtë? Ashtë që kjo? Qa jo? Anën e djathtë poshtë, a është një dy shkruaj aty, në është ekrani juve. Shkruaj, klikoni që aty, a kliku? Klikoj që shka po del aty në mes, zgjidhe që ata, klikoj mausin që aty, edhe në rohët gjua po të shqip, të me thonë. Në regull, amni e zgjodhe? E zgjodhe pra e kusori e kusori. Gjenë kusori, që? Klikos në të. Që? A përshim, e ngosht, zgjidhe të klikoj. Klikoj të, edhe njështë aty. Klikoj. Ka problema jo. Shpesh një loqë është në një zgenë. Miraj. Që është është. Shpare të shëka sezori se rrë vazhdimesh me të rusë. Okej, a kemi gjithë krejtë gjuhën Shqipe? Shka banë që e ndërum për gjuhës angleze? E ndërum të gjuhë Shqipe. Gjuhë e Shabanit. Shabanit për Shqipe. Do dhënë është gjuhë Shqipe. Për në gjuhën Shqipe, e kina disa shkronja që gjuhë angleze nuk e ka. E në Medina, cësa shkronja e kina në? Që ato...
A kena thënë, mirë po na kena që janë më me rëndësi, kena ëjen, kena qëjen, të mëllon janë qëto shkronjat që na i përdojmë dhe gjuha angleze nuk i përdojmë. Edhe, yja dhe zëje janë me rëndësi këtu, qëta që i ka se, pse. Mirë, dhejnë e pojmë lirësht me dë dhe hë, nuk është problem, mirë po. A përshëm një aty ku janë 2 pika, thojzat, te tastatura, në anën e djatë. Qëto? Që aty ku janë 2 pikat, thojzat, sa shkronjë të ekranë? Shkallë, sa shkallë? A përshëm një ku janë 2 pika, ku janë edhe me numër mirë po, kërë me qonë numërat, s'ka me numërat, mirë po qonë ma letë. Shtu? A vishe? Që më thonë, aja është aty, qëja është, jo qëja e butë, po qëja, është qëto. A me, qëja është? Përsa që në nga të sajnë? Qata? është qëra? A? Jo, ti klapa. Qëja. A do mi pojë këto? A nësë është problem? E më thonë qëja, përshë ko është ashtë qëja? Qëja. Qëja edhe ëja, jo gjetëm vejnës, që është mos këmikin me dina, po, kina fshik. Yja edhe zëja. Yjen, për me shkujt yjen, ju du të me trus zëja. Truse zëja, truse yjen del zëja. Ama kjo ndodh vetëm për gjuhën shqipe, kur ta përdorme. A më e gjete? Yja është zë, zëja është yja, po? A e gje ju? A e gjete? Bravo. Me ti a e gjete? A dur që është? Mirë. Do me thonë, që ato janë ato parimore që du të me di, që ato të para, do me thonë ma me rëndësi. Në regull, qëta shkëna me shkujt një tekst për shemull që dhe të përdormi edhe që e shkryre këtë qështja, ajde shkryre qështja, Jo, qështja, yte, Yte. Bravo. Yte shkruaj ç'ishte? Jo, a dush me të zëjë? Qi, qashtë, bravo. Të ka dishë mëj? Ti për dishë? qështja, yte, amni yte, dhe më thonë zë-të-e, shty, zë-të-e, me gjithë sa amni të ki kompiterin pak problematik, amni, mund është me da qëto, është me mirë kompiteri, që se do. I ka, tastaturën e ka pak ma thjesht. A po sa ty ka shkronjat edhe A ty grejnë? ka shkronjat të lloj dhe shkronje shka. Ja, vetëm të botë dhe një gati, edhe nëroj edhe këtu shqip, mënë? Mënë? Bravo. Ati nëroj shqip, mënë? Klikoj që to? E bëra. Edhe që nëroj shqip. E bëra. Shumë mirë. Shkruje qështja yte. Cila këtë qëje? Oja ke përpuni kësaj. Edhe? Do më shkruaj qështje. Qështje, në që? Apo? Shije? Dhe e mo. Mos me majtë gjithmonë shiftin. Bravo.